e veçantë dhe është një nder për të gjithë ne albanologët, studenti dhe studuesit e shumë anë mban hapësira e tona. Përveç rëndësisë shkencore në kuptimin e gjerë të fjalës panairi i librit akademik dhe shkencor, si nisme përbashkë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë së Shkencave të Artë të Kosovës, është domethënë sepse na jep mundësinë të njohim me sytë tonë cili është produkti shkencor i shqiptarëve, cili është raporti midis këtyre institucioneve shkencore, në disiplina ka më shumë progres, ku ka ngjecje, a ka ekonomizim të dijes në kushtet kur kufit ndërshtetëror nuk na ndajnë më, apo ka përsëritje paralelizma, me qëllim që të përpërcojmë atë çfarë kemi të mirë e të ndryshojmë pritjet jo pozitive. Instituti Albanëzik gjatë vitit 2023, krahas punës në 42 projekte shkencore, një rëndësi të veçantë i ka kushtuar edhe veprimtarisë botuese. Në vitin që lëm pas, punësit e Institutit Albanëzik kanë vazhduar traditën e nxjerrjes së gjurmëve albanologjike me 3 numra, me rreth 80 punime, kronika, recensione. Në 14 dhjetorin e javës së Albanëzisë, pra ishte vitin e kaluar, Instituti Albanëzik shënoi me 26 vëllime të botuara me rreth 12.000 faqe për këto 13 vite. Revista për kulturën e gjuhës shqipe, sikurse ishte parapar, ka dalë me 3 numra. Pa dyshim se ajo është bërë një tribunë e pikpamje të gjyqtarëve tonë dhe një ndihmëse e madhe për avancimin e kulturës dhe gjuhës ndër ne. Kumtime historike 4, kumtime gjyqësore 2 dhe 3, si dhe kumtime etnomuzikologjike janë vëllimet në të cilat janë përfshirë materialet e sesioneve shkencore që ka organizuar Dega e Historisë, Dega e Gjuhësisë dhe folklorit dhe etnologjisë. Ndër veprat e rëndësishme të botuara të Institutit Albanëzik gjatë vitit 2023 janë edhe ato të gjuhësisë. Kundrime gjuhësore Mehmet Ahmetar, fjalori toponomastik i Kosovës Qemal Murati, rreth leksikut terminologjik islam në gjuhën shqipe Abdurrahim Axhuni, shqyrtime gjuhësore Sedi Gashi, Elona Gjata Zanoria në gjuhën shqipe e pa theksuar. Gjatë vitit kaluar janë botuar edhe vepra me peshë nga Dega e Historisë, si studime historike nga Lulzim Lajqi, defteri Kazase Gorës 1883 nga Sadik Mehmeti, dokumente amerikane për Kosovën 1945-99, autor Lulzim Nika. Në fushën e folklorit shënojmë botimin e këtyre vëllimeve: këngë popullore 6, përgatitur nga Adem Zejnullah, këngë popullore të Djepit të Demusharis, përgatitur nga Vlor Fetaj Berisha. Albin Sadiku na ka sjellë një monografi me titull Këndimi grave në dasmat e Bujanosit dhe të Presheves. Valon Shkodra ka hartuar një katalog të trashëgimisë kulturore të Kosovës që lidhet me kartolinat e kohës. Vitin që shkoi, Instituti Albanëzik botoi edhe katalogun e botimeve të Institutit 1953-2023, si dhe vjetari numër 2 të vitit 2022. Të nderuar të pranishëm, numri për 26 vepra të botuara gjatë vitit 2023 dhe i 783 vëllimeve në 5 dekadat këto dekadat e fundit përbën një arritje të lakmueshme, e cila është fytyrë i punës së palodhshme të punonjësve të Institutit Albanëzik dhe të bashkëpunëtorëve të saj. Këto pra ishin vëllimet me të cilët jemi paraqitur në panajrin që po mbahet këtu në Akademinë e Shkencave, mirë po me këtë rast si institut kemi vendosur që të bëjmë për urimin e fjalorit toponomastik të Kosovës nga autori Qemal Murati. Vepra fjalori toponomistik i Kosovës paraqet një kontribut të veçantë për historinë e gjuhës shqipe dhe për onomastikën shqiptare dhe ballkanike. Ky fjalor do të jetë një instrument i rëndësishëm kryesisht për gjuhëtarë shqiptar dhe gjithashtu mund të shërbejë edhe për disiplina tjera për gjeografinë, arkeologjinë, historinë, etnografinë, botanike, zoologjinë tjetër. Por për më shumë ftojmë akademikun profesorin e nderuar Bater Memishi, i cili ishte njëjtë edhe recenzenti i botimit pra të fjalorit toponomastik të autorit Qemal Murati. Urna, profesor. Dhe në këtë vit të gjuhës shqipe prezantohet edhe veprat e Institutit Albanëzik të përfshirë ndërto fjalorit toponomastik i Kosovës. Do më falni që do fragmentarizoj pak informacionin për efekt të kohës. Vepra mishëron një punë shumë vjeçare të synuar, të planifikuar dhe të kolorizuar me lajtmotivin që thekson vetë autori se etnokultura, gjuha dhe historia e Kosovës nuk mund të njihen dhe të kuptohen si duhet pa u njohur mirë dhe toponimia e saj, sepse këto janë shumë të ndërlidhura ndërmjetësh.
Pa lëndë onomastike, nuk ka gjuhësi, e pa fjalor të onomastikës, nuk ka dhe nuk mund ketë histori gjuhë dhe etimologji. Kush e merr në dorë veprën, do ta vrej dhe do ta vlerësoj këtë punë të autorit. 2. Fjalori shënjohet si një vepër tjetër e studiuesit që marr murati që mbart vlera të shumta shkencore. Ai ka bërë një punë madhore për të na sjellë një lëndë të begate të vëllimshme toponomastike dhe onomastike nga Kosova, që përfshin 33.000 njësi të regjistruar me kujdes nga i vet, por dhe nga dietarë dhe shamir të tjerë të kulturës shkombëtare dhe të ofruar tashmë në një vepër të veçantë për studime si përmarrje të tjera shkencore. Megjithatë, studiuesi që marr murati është i vetëdijshëm se në vepër nuk ka ardhur gjithë pasoria e kësaj fushë që gjëllin në hapësirat gjeografike e sociale të Kosovës, sepse si thekson vet ai, numri real i toponimeve në të është shumëfishëm i madh, dhe sipas tij, korpusi i toponimeve në Kosovë do të ishte rreth 150 apo 200.000 njësi. Së treti, që marr murati ka krijuar tashmë një gjedhje të veçantë të vlerësuar pune kur hartuan vepra leksikografike. Ai nuk përfshin në to thjesht lëndë leksikore, frazeologjike, semantike, në rastin ton lëndë toponomastike e onomastike, por dhe studime të vëra shkencore që paraprin ose ndjekin këtë lëndë. Kështu në fjalorin toponomastik të Kosovës, që kemi në duar, në pjesën e parë vjet veç fjalorit me emër vendesh, gjen dhe 4 kapituj që shpërfaqen një vështrim përfshirëse të thelluar shkencor. Titulli e orienton lexuesin e përdoruesin e veprës se në të do të gjej dhe 2 tipologji studimore, njëra shpjegime e përpjekje për shpjegime etimologjike dhe tjetra dukuri për standardizimin e toponimisë të asaj makro dhe mikro. Në kreun e parë, toponimia gjuhë e lashtë e fosilizuar, studiuesi ka thuthuar kundrime si Kosova në toponime, emrat e sotëm në Kosovë të lumejve të malëve të qyteteve të fshatrave, janë të rinj dhe nuk i takojnë periodës antike. Në Kosovë, serbët krijuan emra të rinj të proveniencës së tyre për të serbizuar vendin, ku lexuesi specializuar dhe jo vetëm që në titull sheh se çfarë përfundimesh e përgjithësimesh ka arritur të nxjerrë gjuhëtari nga lënda e analizuar dhe interpretuar. Në kryen udhëtimin për emrat e vendeve të Kosovës, autori trajton një spektër të gjerë dukurish që ja atërson lënda vjerë dhe që kanë karakter të theksuar, informues dhe shkencor. Ai thekson se toponomastikës si qasën shumë vetë, dikush i njohës i kësaj disipline, dikush me formim të qëndrueshëm e i ofruar në studimet të kësaj tipologjie, por dikush tjetër me amatorizëm, me diletantizëm, me një patriotizëm nacionalist. Përmes veprës theksohet se grumbullues të emra të vendeve dhe të njerëzve mund të jetë dhe një njeri i zakonshëm e pa formim nevojshëm filologjiko-shkencor, por studiuesi i tyre nuk mund të jetë absolutisht një person rastësor, sado patriot të jetë ai. Shkenca kërkon formim, aftësi konceptimi e zotësi interpretimi. Me asnjë rëndësi e kompetencë shkencore, autori thotë janë e vetë e të duhurën të shpërfaqur në çështje si në toponimi përzihesh shpeshherë shkenca me diletantizmin, toponimia e Kosovës, trashëgimi e periudha të ndryshme historike, toponimet rojnë ende me pak shpirt në gojë të popullit, nesër mund mos jenë më e tjera. Këtu studiuesi ndalen në grupime në 10 klasifikime gjeografike e tematike të emrave vendeve të Kosovës, duke trajtuar çështje të motivimit të brendshëm të tyre, të lidhjeve që vendosin emërtimet me legjendat e mitet e banorët autokton, me historinë e sotme e tyre, me etnografinë e besëtnit, me format e relievit e bimësin, me shtazërinë e pronësin, me besimin vetare, me pandeizmin e tjera. Gjithashtu aty gjen dhe kundrime morfologjike, kundrime që u përkasin dukurive fjalëformuese dhe atyre eptimore, por dhe kundrime të relacione semantike që mund të vështrohen nga pozitat e studiuesit e të studimit, tipare morfologjike, fjalëformimi në onomastik, topoleksema të parme, topoleksema të përbëra, topoleksema kompozitore, fjalëformime të prapashtesore, toponime sintagmatike, sinonime toponimike e semantike, çifte homonimesh në toponimi e tjera. Në kreun toponimet, memorie dhe shenjat të komunikimit, autori ka trajtuar disa çështje me interes të shumëfisht, ndër të cilat veçojmë sidomos ato që lidhen me proceset e standardizimit të emërvendeve. Autori ka konceptuar kapitullin si një mozaik, ku secila çështje vjen e vetë qëndrueshme. Aty gjen trajtime si toponimet nuk mund të shërbejnë si sinjal autenticiteti për të përvetësuar territore,
toponimet në realitetin e ri të Kosovës, problemi me dysor toponomastik, shkuptojmë me termin standardizim në toponimi, probleme aktuale të normës në leksikon toponimik, topik të standardizuar me trajta lokale, toponomastika urbane e tjera. Është e njohur përpjekja organizuar dhe planifikuar në Kosovë për të bërë lëvizje në toponomastik, duke synuar një toponimi shqipe në të dy nivelet, si në atë makro dhe atë mikro. Studiuesi është mbështetës i kësaj lëvizje kombëtare me vlera, por ai i ruhet ekstremizmit, që dashur pa dashur mund të kalojnë masën e të kthehet në një nacionalizëm gjuhësor. Jo çdo gjë duhet shqipëruar. Purizmi nuk fiton vlera në këtë rast, por prish dhe vetë synimin. Procesin duhet ta udhëheqin dhe drejtojnë vetëm specialistët e jo amatorët. Duke i referuar koncepteve, etimologjia dhe normën në toponimi, studiuesi Kemal Murati thekson se në këto dy fusha ngatrohet shpesh diletatizmi me patriotizmi primitiv dhe topik të ndryshëm shpjegohen sipas dëshirave dhe rekomandohet arbitrarisht nga disa të vijet normeve shqiptimi, pa çka se toponimia është gjuhë dhe nuk pranon ndërhyrje të tilla. 4. Fjalori ka meritën se orienton përdorësuesin dhe taksonomikisht. Brenda toponomastikës dallohen toponimet, emrat e vendeve, oronimet, emrat e maleve, hidronimet, emrat e ujrave, ojkonimet, emrat e vendbanimeve, odonimet, emrat e udhëve, rrugëve të tjera. Në sythin shtojc, ai ka emër vende të buara edhe sipas rretheve apo qarqeve kryesore të ndarjes administrative të Kosovës. Po kështu, ndarja në ndarje interesante ka dhe pronomastikën e patronimin. Këtu shet të së ndërtuar mirë një informacion të gjerë për emrat e njerëzve me burim i lirë, të motivuar nga emërtime gjeografike, nga emërtime të botës së kafshë e sidomos të bimeve me tipar të spikatur, nga bota fetare e tjera. Autori gjen gjithmonë një përbërës të kulturës sonë kombëtare e të identitetit kombëtar edhe sipas emrave të njerëzve e emërtimeve të familje në trojet kosovare. 5. Në fjalor kanë zënë vend dhe vështrime etimologjike për shumë toponime dhe patronime, duke synuar që gjuhësisht, por edhe me informacione ndërdisciplinare, jap shpjegime shpesh të mirë goditura. Është një fushë pak e vështirë dhe njerë janë edhe të diskutueshme, për këtë le të flasin specialistët e historisë së gjuhës. 6. Fjalori mbar vlera historike kombëtare. Përmes një njësh jo vetëm me një pjesë të rëndësishme të emrave vendeve, të emrave të njerëzve, të mbiemrave të familjes në Kosovë, por autori orienton përdoruesin në shtresëzime historike dhe etnike, duke bërë të njohur përdoruesin shkencor dhe jo vetëm të tillë se aty mund të gjesh emër vende të lashta të burimit të vendit shqipes si Karpa, Kroje, Lugje, Mrize, Troje, Thatina e tjera. Emër vende me burim prej serbishtes si Gradin, Jaz, Jazbin, Jezel, Ledin, Laz, Lazin e tjera. Emër vendesh me burim prej arumanishtes si Kika, Bokaverd, Verden, i Gjelbër, Lugjet e Gjelbra, Lugjet e Verden, Vlahi, Vlasi e tjera. Emër vendesh me burim prej turqishtes si Bashe, Batalak, Çeshme, Çireçhane, Sokak, Tepje e tjera. Tepja, si përdoret. Se s'di turqi. I brik tepe. Po, na qove tek Noli. Por studiuesi Kemal Murati tërheq vëmendjen se me toponimin e interpretimin e saj duhet patur shumë kujdes. Pushtuesi dhe shumë trojeve shqiptare, disa prej cilëve ka qëndruar edhe për shekuj të tërë në to, kanë lënë gjurmë të theksuara në emër vende. Kjo nuk do thotë që këto troje i përkasin njëjtë apo tjetrit pushtues mëtimet apo pretendimet që kanë serbët ndaj territorit të Kosovës. Sipas përkatësisë gjuhësore e historike të toponimisë, ata janë ardhës, kurse populli shqiptar është vendës, autokton. Ai nuk u asimilua prej tyre, por ata u asimiluan në këto troje dhe pse lanë qindra emërtime vendesh si makro e mikro toponimi. Është e kuptueshme se vëmendja e studiuesit përqendrohet te toponimet slave në Kosovë, edhe thekson se ato nuk mund të shërbejnë si fakte historike se ku ndesh topik të tillë, atë territor të parë kanë poseduar slavët. Autori referon shkencërisht dhe te studiues të tjerë përfaqësues të shkencave albanologjike. Ai citon ndër të tjera akademik Shaban Demiraj që nënvizon se prania një numri të madh toponimit slave në Shqipëri është e shpjegueshme, po të mbahen parasysh dy rrethana. Së pari të ketë parasysh se viset e banuara nga shqiptarët kanë qenë të pushtuara për një kohë të gjatë nga dy mbretëri slave,
Së dyti, është e ditur që pushtuesit përpiqen të zvendësojnë toponimit e mëparshme me emërtime nga gjuha e tyre. 7. Mbartje e vlerave të shumta mundsojnë studime të shumëfishta. Mbi fjalorin mund të punojnë studiues të ndryshëm. Fjala vjen autori i fjalorit jep në pjesën studimore informacione dhe statistikore për dëndurinë e topoleksemave. Fjala vjen me kroje kemi 2030 emërtime, me lugje 2100, me prua apo proje 1000, me roga 470, me kulla 80 emërtime, lam, lëm, rreth 100, shpat 330, shpellë 180, çuka 156 e tjera. Autori fjalori shpërfaq mbartje vlerash përudhjeje për studimet e ardhshme. Autori që Marmurati shkruan se ndërmorën të hartonim veprën fjalor toponomistik të Kosovës me mëtimin për të vënë një gur themeltar në fushën e leksikografisë toponomistike shqiptare, e për tek saj dhe të saj ballkanike, dhe për të ofruar studiuesve një vepër referenciale që do të hyjë në punë. Kjo nënkupton që brezat apo bashkosit apo punonësit në Kosovë edhe në Shqipëri, besoj jemi një nga popujt që nuk e kemi akoma të mbledhur gjithë toponomastikën të studiuar në mënyrë shkencore dhe të paraqitur shkencërisht, qoftë në formë elektronike dhe më pasaj të pasuruar leksikografisht. Në faqet e fjalorit hasim edhe shqetësimin e gjuhëtarit adetar për punën e bërë dhe për atë që duhet bërë më tej. Sipas studiuesit, për eksplorimin e materialit toponomistik të arealeve të Kosovës nuk është punuar as deri në gjysmën e rrugës. Sipas për llogaritjet tona, flas gjithmonë sipas fjalës të autorit, të bazuar në materialin e vjel dhe të publikuar deri në botime të ndryshme, mund të pohojmë se deri tani janë qëmtuar rreth 30% e toponimeve. 10. Me interes shkencor shpërfaqja në vepër dhe bibliografia e shfrytzuar me 240 titull shkencor janë jep një mesazh domethënës sepse se ndërton punë të kujdesshme madje dhe shtëruese e referuese të autorit. Si përfundim, theksojmë se vepra fjalor toponomistik i Kosovës, vëzhgimi etimologjike dhe të normës në toponimi me rreth 33.000 topoleksema, e hartuar nga gjutari minjor Kemal Murati, është një arritje re e vlerëshme në shkencat tona albanologjike dhe vjen në një vend të merituar në fondin e veprave që prezantojnë kulturën e historinë tonë kombëtare, si dhe punën serioze e të përkushtuar shkencore të autorit. Urime autorit që s'ka patur mundësi të jetë sot i pranishëm, urime Institutit të Albanologjik të Prishtinës për punën që ka bërë, njëkohësisht edhe për planet vizionare të punës së bërë në këtë drejtim. U kurorëzoft edhe viti i gjus me sukses siç keni kurorëzuar dhe vitet të tjera. Keni patur privilegjin që vitin që shkoi festuar 70 vjetorin e institutit, një ngjarje e jashtëzakonshme jo e Kosovës, por e mbar kombëtare e historisë popullit tonë. E rua si e ngritja akoma më lart emrin e këtij instituti dhe sukseset të gjithashme. Faleminderit për sukses. Shumë për kontributin, jo të merr këtë rast të recensionit që e keni bërë për veprën e Kemal Muratit, kolegut ton, po njëjtë ju falenderojmë përzemërsisht për kontributin që jepni në vazhdimsi për pyetje e Institutit Albanologjik, si me pjesëmarrje në aktivitete shkencore, në projekte, në recensione kështu. Urojmë qëllëmtarmen të vazhdojmë. Kjo rrugë që e kemi nisë, faleminderit. Nga një gur vend të gjithë. Do të mundohem, besoj si. Faleminderit. Dhe në vazhdim shpresojmë që kolegu e ka këto minuta sa ne ishim ata, po sa ka mundësi me lexu për këtë kohë, pra se me na. Po vitin që lëm pas u votua fjalorit toponomistik i Kosovës me rreth 33.000 topoleksima. Kjo ardhua nga profesor Kemal Murati, ish punonjës shkencor për disa dekada në Institutin Albanologjik të Prishtinës. Fjalori në fjalë ishte projekt shkencor në Institutin Albanologjik për disa vite me radhë, të cilën e kurorëzoi me sukses duke sjellë për lexuesin shqiptarë të huaj një vepër të rëndësishme nga fusha e leksikografisë toponomastike shqiptare. Materiali i paraqitur është mjaft i ngjeshur me rëndësi historike etimologjike për pjesën më të madhe të toponimeve të patronimeve të arealit të Kosovës dhe si nga ana vellimore ashtu edhe nga ana cilësore përbën një pasuri të madhe për këtë fushë.
Autori brenda toponimeve ka paraqitur edhe materiale shumë të pasur nga fusha e oronimeve, e hidronimeve, e oikonimeve, e hadonimeve, duke kompletuar fushën tërësore të toponimeve. Fusha e trajtuar nga profesor Murati ka qenë dhe më herët pjesë e hulumtimeve nga studiues të tjerë përpara tij, ashtu siç do të jetë edhe objekt studimi pas këtij botimi. Por materiali i trajtuar nuk ka qenë i plotë sistematik. Ndonse si shprehet dhe vetë autori në këtë punim, në këtë punë mund të themi se nuk kemi as në gjysmë të rrugës. Materialin e paraqitur, autori ka çmtuar nga vepra të ndryshme, nga kartoteka e Institutit Albanologjik dhe nga vëzhgimet shumë vjeçare të tij, duke konsultuar dhe një literaturë të gjerë nga fusha e toponomastikës me qëllim që të dalë një vepër sa më shkencore, me shoshitur mirë, madje për një pjesë të mirë të toponimeve, patronimeve, autori ka dhënë dhe shpjegime etimologjike. Me këtë fushë studimi janë marrë dhe autorë serb, por këta me objektiva propagandistike, për të dëshmuar se serbët dhe gjuha serbe kanë qenë dominante në Kosovë. Ç'është e vërteta, një pjesë e madhe e toponimeve në Kosovë janë serbe, por se ato në thelb reflektojnë gjurmë pushtimi e kolonizimi në Kosovë. Ndonse studiuesi Murati ka sjellë një pasuri të madhe toponomastike nga Kosova, edhe ajo është i vetëdijshëm se kjo është një nismë themeltare në këtë fushë, sepse e gjithë pasuria toponomastike e Kosovës do të arrinte në rreth 200.000 topoleksema. Mund të themi se fjalori ndahet përbëhet nga dy ndarje të mëdha. Në pjesën e parë, autori ka paraprir një studim i gjatë e i thukët shkencor për çështjet që kërkojnë trajtime shkencore nga kjo fushë. Me që rast, autori ka trajtuar tema të ndryshme e të rëndësishme që lidhen me të. Kështu në pjesën e parë ka përfshirë 3 kapitull me disa nëndarje. Në kreun e parë ka emërtuar toponimia, gjuhë e lashtë e fosilizuar, me nëndarjet Kosova në toponimi, emrat e sodëm në Kosovë janë të rinj dhe nuk i takojnë periudhës antike. Toponimet serbe në Kosovë tregojnë gjurmë pushtimi, jo gjurmë autoktonie para shqiptare. Etnokultura, shprehet autori, gjuha dhe historia e Kosovës nuk mund të njihen mirë dhe të kuptohen si duhet pa e njohur mirë dhe toponiminë e saj, sepse këto janë shumë të ndërlidhura ndërmjet veti. Palënd onomastike, nuk ka gjuhësi, pa fjalor të onomastikës nuk ka dhe nuk mund të ketë histori, gjuhë dhe etimologji. Në leksikon toponimik të Kosovës, shtresa mbizotruese është ajo me burimin indigjen shqiptar, topoleksema të farkuara për i burimit vendës. Kurse të shtresa me burim të huaj, mbizotruese është ajo e serbe, sepse Kosova ka qenë tokë serbe, siç propagandojnë serbët, por si rezultati pushtimit të gjatë serb të Kosovës. Në kreun e dytë të emërtuar udhëtimin nëpër vende, emrat e vendeve të Kosovës, autori ka bërë fjalë për një varg toponimesh të fushave të ndryshme, për vendbanime të fortifikuara kodrinore, toponime që shënojnë gjurmë të vendbanime arkeologjike, toponime të lashta, toponime që shënojnë veçanti natyrore, sociale e tjerë, toponime historike, legjendare, metaforike, toponime me burim serb e tjerë. Toponimet e Kosovës reflektojnë një herazi trashëgiminë e periudhave të ndryshme historike të burimit roman, vlla, slav, hebrej, turk dhe atë indigjen shqiptar. Emrat e vendeve janë ngërshetim gjuhësh e kulturash të popujve respektiv në hapësirat ku kanë gjalluar, shënjues të hapësirës që njerëzit u japin vendeve që i rrethojnë. Kosova historikisht ka qenë vend i pushtuar nga popuj të ndryshëm, si rezultat pushtimet sjellin edhe ndryshimet në onomastik. Autori është i mendimit se toponimet slave që kanë depërtuar në toponiminë e Kosovës janë të shekullit 13-14. Përveç toponimeve serbe, autori konstaton se ka dhe gjurmë vlehe rrjedhur nga vendësit e latinizuar, siç janë emrat e fshatrave shqiptarës vlehe si Kopilig, Magur, Qirez, Vraguli, Rimanisht, sikurse edhe gjurmë të turqishtës në toponimet e Kosovës, Gazimestan, Has, Karadak, Biringjik, Beg e tjerë. Në kreun e tretë, toponimet, memori dhe shenja të komunikimit, autori flet për toponimet në realitetin e ri të Kosovës, për dysore toponomastik, për standardizimin e toponimisë, toponimet me forma të gabuara, toponimet të shpërfytyruara të fjalësha toponimik e tjerë. Në këtë krej autori trajton një çështje të rëndësishme lidhur me qëndrimin që duhet mbajtur lidhur me shkrimin e mikrotoponimeve, sa duhet të pasqyrohen sipas normës letrare apo të pasqyrohen ashtu siç përdoren në folmet lokale. Sipas tij ato mund të shkruhen duhet të shkruhen me pajtim me normën letrare, jo ashtu siç paraqiten në trajtën lokale. Në pjesën e dytë, në kreun e katërt, autori ka paraqitur fjalorin toponimik të Kosovës i cili shtrihet në rreth 1000 faqe, me që rast ka paraqitur pasurinë e emërtimeve toponimike të Kosovës, duke nxjerrë në pas se emërtimet shqipe përbëjnë pjesën më të madhe, ndërsa pjesa tjetër me emërtime kryesisht nga serbishja, por dhe nga turqishtja janë më të vëndshme dhe si pasojë e pushtimit. Në këtë krej, autori ka paraqitur emërtimet të ndërtuara mbi bazën e fjalëve si agragja, ahishte, are, baqe, bira, bjeshka, breg, qeshme, quka, gropa, gur,
Hane, Jazbina, Kërshe, Kisha, Kodra, Kroj, Izabeli, Udha e tjerë. Në krejun e 5 fjalori etimologjik onomastik, autori ka përfshirë emrat topik e patronime nga reali Kosovës e rreth 70 emra familjesh, fshatrash, malesh e qytetësh, duke i trajtuar nga një vështrim i ri etimologjik me argumente filologjike, sepse jo çdo toponim mund të shpjegohet etimologjikisht sipas preferencave a dëshirave vetjake. Në krejën e 6 autori ka pasqyruar fjalor patronimik, emra personal, emra të familjeve dhe të lagjeve, ndërsa në krejën e 7 veçoritë të antroponimeve të patronimeve të Kosovës ka trajtuar dhe paraqitur emra dhe mbiemra familjar të burimit shqiptar, emra të burimit të huaj, emra hipokorstik, mashkullor e femror, emra të gjymtyrësh, emra të shoqëruar me ofiqin përkatës, emra me prapashtesën ush, emra me burim slav, mbiemra të ndryshme me prapashtesat ak, ka, oll, sha e tjerë. Padyshim se vepra ka vlera të mëdha shkencore, siç shprehet akademik Valter Memisha, recenzuesi i këtij fjalori, vepra mbar vlera historike kombëtare sepse përmes tij njihesh jo vetëm me një pjesë shumë të rëndësishme të emrave, të emrave të njerëzve të mbiemrave të familjeve në Kosovë, por ai e orienton përdoruesin shkencor aty ku mund të gjesh emërvende të lashta me të burimit vendës të Shqipës, Krapa, Kroje, Lugje, Mrize, Troje, Thana e tjerë. Emërvende me burim prej Serbishës, Gradin, Jazbil, Ledin, Ornic, emërvende me burim prej Aromanishës, Kikal, Llashkabare, Vllahi e tjerë, emra me burim prej Turqishtës, Bashqe, Qeshme, Hajrat, Sokak, Vakaf e tjerë. Toponimet janë memorje, gjuhë, histori, gjeografi, psikologji, dhe si të tilla janë formuar historikisht, ato janë të ngurosura, të ngulitura, të qëndrueshme, më shumë se çdo element tjetër gjuhësor. Duke u nisur nga ky përkufizim, shohim në rëndësinë e vjelës, të pasqyrimit, të analizimit dhe të studimit të toponimeve, punë të cilën studiuesi Murati me hartimin e këtij fjalori ka bërë me përkushtim të madh. Kjo punë e madhe ka vlerë të veçantë për dialektologjinë, për leksikologjin historike shqiptare, për albanologjin, por siç shprehet autori edhe për ballkanologjin. Faleminderit për përmendjen. E falenderojmë kolegun Maxhuni për këtë recension me vlerë për veprën e kolegut gjithashtu profesorit Simal Murati, dhe i falenderojmë edhe juve që keni gjetë kohë, keni marrë mundin, bile ne jemi vënu e kërkojmë falje edhe herë, edhe shpresojmë që edhe këta që po presim nga Shusove nuk i kemi vënuar shumë, edhe me kaq nëse nuk po marrim kohë, ndoshta më shumë mos të prishim programin e oralin, dhe faleminderit shumë profesor, faleminderit gjithëve për një pyetje.